Do të uroj të jetë të ikin sa më lartë Kosova. Si se festoj ata janë të thekur, mos ta festoj edhe unë. Isha dha lirohen dhe ata. Qëllimtar të Kosovës që i kanë dënuar, i kanë ngordhur në burg. Çfarë themi tjetër? E feston një lloj ditën e pavarësisë së Kosovës dhe tonën atë? Edhe tonë, edhe tonën edhe të atyre. Çfarë është ella? Kënaqësi e madhe të festosh çlirimin e Kosovës. Mi po tani ata ngelen në burg të zinjtë. Janë të pafajshëm thonë, se nëse dim të vërtetë. Ju si mendoni? Tani, si mbas avukatëve, si mbas ata që thonë dhe kriministi që vajti atij dhe presidenti i Kosovës, thonë janë pafajshëm. Se ata i dinë, ne në Shqipëri nuk e dim. Një pjesë thonë janë të fajshëm. Tani, shikojmë që do dalim. Loja. Patjetër do t'ja uroj me gjithë shpirt. Gëzuar festën e pavarësisë së Kosovës. Qofshi të lumtur gjithmonë. Kosova qoftë në rume se janë herojt në Hag, si kanë luftuar për komin, edhe po i majnë padrejtisht. Ta gëzoj Kosova dhe gjithmonë të jetë mbar Kosovës dhe Shqipërisë. Të dy popujt janë të bashkuar dhe gjithmonë të jenë të bashkuar. Gjithmonë me gëzim dhe me hara, kur i thonë. Ato marrin pjesë në festat tonë? Po. Atëherë edhe ne marrim pjesë. Po zemërsisht, jo kështu. Nuk të shtojmë tavolinë asje do t'i. Për shumë vjetë shtet i lirë dhe demokratik. 10 vjetë me pavarësinë e asgjë tjetër. Qo viti marë, u hesë marë dhe asë gjo të të pëjnë. Ju e festoni ditën e pavarësisë së Kosovës? Pa qatë festojnë, ne shimë do festu tonë. Ne kime vdek. A e kuptoj që këj popull ka vdek. Këj popull s'ka shpes. Trit higën, kina ngejnë ne nga 70 vjeqë, i në mregu në këtë vdek. Shumë urime. Unë biles jam një nga ata që unë i kam takuar, që nga presidenti Thaçi, pa që në president, që nga gjithë kosovarët, presidenti Rugova, presidenti Pacolli, edhe shumë urime. Takime shumë për zëmërta. Unë kam edhe kujtime. Çfarë kujtime? Kujtime, fotografi, po, i kam në shtëpi. Edhe respekte, shumë. Unë quaj martur. Në çfarë kushte që keni takuar? Në kushte zyrtare. Unë kam punuar këtë drejtoria e shërbimit qeveritar. Ke pallati i brigadave. Edhe kështu që jam një nga ata punojësit më të vjetër që e kam të mbres shumë të mirë. Dëshiroja të shkoja, por do të shkoj. Kur të shkoj me një bagazh edhe fotografik, po edhe emocional. Unë i kam takuar në jashtë të Hagës, më vjen keq. Që nga Krasniqi, që nga Thaçi, që nga të gjithi i kam shërbyer. Sepse i kam takuar dhe i kam shërbyer. Dhe ndjej vërtet keqardhje për këtë kushte, që janë ata. Pavarësinë e Kosovës, po e uroj. Ju e festoni? Po me qatë të festoj, ku festohet të pavarësinë e Kosovës? Kese që halish ke këtu? Gjithmonë të festojnë. Jo, Kosova si shqiron, shqiru tjetë tamam.